Krijimi është i bukur apo jo? Është kënaqësi të shikosh detin, edhe të shikosh krijimin e Perëndisë, të shikosh ret, sidomos në këtë periudhë që jemi mbyllur në shtëpi. Në fakt krijimi jo vetëm që ka bukurinë e tij, po krijimi është i larmishëm, edhe krijimi është i mirë, krijimi është komunikues edhe i dobishëm. Perëndia krijoi gjithçka rreth e rrotull nesh, për mirëqenien tonë edhe për të mirën tonë. E krijoi që ne ta shijojmë, e krijoi që ne të mund të qetësohemi edhe mund të gëzohemi në të. E di që në këtë moment jemi lodhur edhe jemi mërzitur me karantinë edhe me të gjitha, por në 5 gjërat që duam të ndajmë në këto 7 minuta sot, krijimi është gjëja e parë. Në pjesën e parë folëm për të vërtetën e parë të kësaj serie, që ishte krijimi. Në fakt, ky krijim ka një krijues, edhe ai është Perëndia. Edhe Perëndia është krijues, po jo vetëm kaq. Ai është i pandryshueshëm, edhe është i gjithëpushtetshëm. Perëndia është i vërtet. Perëndia është i kujdesshëm edhe Perëndia është dashuri. Në fakt Perëndia është i interesuar për secilin prej nesh. Edhe kjo është një e vërtet shumë e madhe. Përveç krijimit, ne kemi një Perëndi i cili e ka bërë këtë krijim të përsosur. Shumë prej nesh do të jenë duke menduar, po në rregull nëse krijimi është i përsosur, ne po vuajmë nga virusi. Ka të vërteta të tjera që duam të shikojmë sot. Folëm për krijim, folëm për Perëndi, edhe në fakt pyetja në të vërtetë është, po si ta njohim këtë Perëndi? Edhe si mund ta kuptoj se ky Perëndi krijues është i vërteti? Në fakt, është fjala e Zotit ajo që na mëson edhe është Bibla në vetvete që na mëson neve që të njohim Perëndin. Edhe në fakt në Bibla flet për veten e saj, por Bibla thotë edhe që Perëndia është faqur për secilin prej nesh, në krijim, në fjalën e tij, edhe në fund fare me anë të birit të tij. Bibla në fakt është e vërtet, Bibla na drejton, Bibla na tregon, na udhëheq, por gjithashtu Bibla na udhëzon, edhe na jep neve një rrugë me të cilën ne mund të afrohemi me krijimin, krijuesin edhe shpëtuesin. Jemi duke folur për 5 të vërteta në 7 minuta. Është kjo mini seri ku ne duam të japim një shpjegim edhe të japim një kuptim jetës së njeriut, sidomos në këto momente vështirësie. Edhe tham që e vërteta e parë është krijimi i Perëndisë, edhe se sa i bukur është ai. Gjithashtu folëm për Perëndin edhe se si Perëndia është një Perëndi krijues edhe me shumë cilësi të tjera. Edhe pastaj folëm që ky Perëndi komunikon me ne nëpërmjet fjalës së tij, që ishte e vërteta e tretë. Edhe si të vërtetë të katërt, ne do donim që të shfrytëzonim mundësinë edhe të flasim për njeriu. Pse ka kaq shumë fatkeqësi për njeriu? Pse ka kaq shumë sëmundje për njeriu? Pse ka kaq shumë pabarazi midis njerëzve? Çfarë po ndodh me njeriu në të vërtetë? Në fakt, të vërtetat që duam të ndaj me ju në lidhje me njeriu është që në radhë të parë njeriu është krijesë e Perëndisë. Edhe direkt dikush nga ju do më thotë, krijesë e Perëndisë? Po pse po vuajmë? Është krijesë e Perëndisë që u krijua sipas shëmbulltyrës Perëndisë, na thuhet në Bibël. Por Bibla na mëson që njeriu nuk ju bind Zotit. Njeriu donte të bënte në kokën e tij. Dhe kur ne bëjmë në kokën tonë, shikoni se ku përfundojmë. Njeriu me të vërtetë ishte krijesa e Perëndisë, por njeriu nuk ju bind Zotit dhe njeriu nda nga Zoti. Dhe ne kemi nevojë të kthehemi përsëri tek Perëndia, të kthehemi përsëri në krijimin e mrekullueshëm të tij. Folëm për 4 të vërteta deri në këtë moment. Dhe në fakt, e vërteta e 5 që unë doja të ndaja me ju sot ka të bëj me nevojën që ne kemi për të bashkuar me Perëndin. Nevojën që ne kemi për shpëtim, është një term që përdoret në mënyrë të përgjithshme. Nevojën që ne kemi për një lajm më të mirë mbas lajmit të keq të mëkatit. Edhe në fakt, atë që dua të them është që ta filloj me një lajm akoma më të keq. Ne nuk mund të shpëtohemi vetë. Edhe lajmi i mirë është që ne kemi nevojë për Perëndi,
ne kemi nevojë për ndihmë për të bashkuar me Zotin. Sepse një i burgosur nuk mund të lirohet vetvetiu. Një njeri, një vrasës, nuk mund të shfaqsohet vetvetiu. Ne kemi nevojë që ai prej të cilit i jemi borxhli të mund të afrohet edhe të vi drejt nesh. Edhe kjo gjë ndodhi me Perëndin. Perëndia e solli ndihmën e tij. Edhe Perëndia nga dashuria që kishte, nëse ju kujtohet tek cilësia e parë, ne thamë që Perëndia është dashuri. Në dashuria që ai kishte, ai solli birin e tij. Solli birin e tij që të na bashkojë neve me të. Me këtë të vërtet të pestë, në këtë seri 5 të vërteta në 7 minuta, unë dua t'ju them që Perëndia bëri gjithçka për ne dhe nga neve pritet të rikuperojmë gabimin që bëm që në fillim. Të kthehemi në fajin që bëm që në fillim. Nëse ju kujtohet, faji që njeriu bëri ishte mosbindje. Tani, neve na kërkohet thjesht të bindemi, edhe një bindje shumë e thjeshtë, duke besuar në birin e tij, që na thuhet në fjalën e tij. Shumë faleminderit.